mohon, ke parasysh. Tani pra Madam Reka, ke diçfarë më dërni poezi, sepse tash dëgjohesh bukur dhe besoj që këta që po të dëgjojnë në dy faqet zyrtare, dyet.dk, me fletë shqiptare dhe Radio Yjet, do ja kanë lakmin edhe tek tyje. Mua më ka marrë më herët, kam biseduar më herët me Kingun atje nga Kërqova, apo nga ishte ai atje, dhe thanë që ofse ke emision me trego, po si të tregoj tash ne jemi në TikTok këtu, tregojnë që ofse don vjen në TikTok këtu, le të vjen. Për ndryshe, unë nuk mund të lidhem atje përgjithësa kam linjën tek këtu. Po, faleminderit që kështu më të pari dishte ata falenderoj vllahun ton, mikun ton të madh që të çmimuar domethënë gazetarin ton që gjithmonë në konën i nxehtë për bashkimin kombëtar, domethënë për gjitha trujet shqiptare, përshëndes gjithmonë nga thellësia e zemrës, sepse është një vëlla i mirë, i këndshëm jo vetëm për mua, po për gjithë popullin shqiptar kudo që jetojnë. E përshëndes edhe vëllain ton Trimin, e kështu që unë do të përpiq në nusha me thirr edhe syrin Kingin, e kështu nëse edhe ai ka pas qef më mulidh ta këshirmin, nëse kemi mundësi mulidh edhe ai ka qef më përshëndetje. Ta nuk e di se si sa i ka qef edhe dëgjueste vet t'i ofron këtu, mirë, por nuk e di tash se si ta bëjnë ne, unë një herë te ty jam futur këtu dhe ai ka live në vet atje, akoma live ishte, por tash nuk e di se si do e bën atë linjën përmes teje këtu, me ty të lidhet tu, apo çfarë do bën, nuk e di. Unë nuk do preferoja të shkëputesh nga live-i të kalosh në live-in tjetër, sepse duhet të shërbesh ti live-it tën, edhe tek emisioni Radio Yjet që jemi të përshëndetje, por provo në forma tjera thua që dëshiron eja këtu, apo nuk e di tash se si do bën linjën ai mes teje këtu. Do ta provojnë unë messengjera me diçka me shkrua tina që ai le ta kupton që jemi tash live, po me ja dërgu edhe më thonë në live-in kështu TikTokit edhe ku të shkon live e shohin atë që ka këshmi aty o mujnë me ardhe dhe ato këtu nëse ai mojtë i ka thonë që kam qepem të lidhme me radion se ai për herë parë që i do mu lidhëm e kështu në që gjithmonë kemi do më thonë nevojë për miq, shok, dashamirë, vëllezër, ata që janë mirë, të kanë shumë. Ata që do më thonë shajmë si në ofendojnë, ata nuk kanë vend të na, por gjithmonë ata njerë që kanë respekt për njëri tjetrin. Po. Tash unë mundem të lidhem te ai, mirë, por mundem vetëm 5 minuta t'ia fal, më tepër hiç sepse duhet të përdor telefonin për mesazhet që vijnë këtu në Viber, vijnë telefonata në Viber pastaj. Po deshe atëherë të futem të ai dhe pastaj mund të flasësh ti me të nga live-i yt. Po s'ka problem. Ta provoj vetëm pak të provoj një gjë këtu, po nuk e di tash se si do frekuenton. Ju lidh se më bove sa më lidh dhe tani ato kthehen në ton apet. A thu mundën ata bëjnë ata? Po mundën ata në. Të shoh Dani, të shoh nëse ka mundësi, unë do e bëj Syni King, po. Këtu është Syni King, ta provojmë. Çka ndodhi tash këtu? Ja nuk bën. Nuk bën të lidhem sepse është TikToku me ty këtu, nuk bën të lidhem. Terapia analizonin, kam vesh pakun tani kthejna. Vesh zonin tjetër. Ka problem nga që e di zonin e nalë, orë me këton, dhe me thonë. Okej. Nuk e rigje e nalë zonin, se me radio është Dani që është me dëgjon atje, me lidhni prap sepse nuk bënte dot lidhen, vetëm nëse ai vjen tek ne këtu, është që çfarë. Për ndryshe, grupi i tij nuk lidhet me mua këtu sepse shkëputem nga grupi yt. Kupton? Po. Ne. Me mujtë me bënë një shpëndarje unë nga life jem të kaj. Atëherë pra bëjnë shpëndarje, tash kalojnë tek shkrimet që kanë ardhur këtu Semi Ulaj, thotë përshëndetje me një kafe dhe me një ëmbëlsirë. Ka shkruar për këtu Semi Ulaj, përshëndetje edhe për ty. Galimit Sallaj ka pashitur timi jo në sen respekt thuhet me një kafe, ëmbëlsirë dhe flamurin kombëtar, pra me pas kemi edhe tjerë këtu të më shkaloj tek faqja tjetër andaj, por për që se kaloj tek faqja tjetër, unë do doja që ju që përnadishin në TikTok të Ramadan Ahmet Reka, e ju që keni Facebook-ar e TV Yjet, andaj mund të dërgoni mesazh tek TV Yjet, ne u pranojmë ftesën dhe mund të bëni pjesë edhe tek live atje në
Radio Televizioni yjet pra në Facebook, por edhe këtu tek Ramadan Hamit Reka që na ndiqni tek live. Shikoj se çfarë ka tek juve këtu timi juan se sot te Ramadan Reka po dëgohet shumë bukur respekt. Po e kam bërë një format tjetër në teknik timi Jönsel, kam rregulluar pak më ndryshe dhe me këtë format dëgjoni më bukur. Do thotë tashmë nuk jam me atë formatin e versionit që janë me video muzikat, por muzikat shkojnë audio, kurse këtu është profili im dhe profili i televizionit yjet dhe zërat e juaj dëgjohen më bukur, se nuk e merr zërin shumë. Atje ndej me formatin tjetër kur dal u merr zërin juaj sepse është direkt i lidhur me televizionin, me video, kurse tani jam i lidhur me audio zërat e juaj më bukur dëgjohen.